Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 38 vjeçe dhe punoj si robaqepse në Tiranë. Dyqani im është i vogël, i fshehur mes disa pallateve të vjetra, por për mua është gjithë bota ime. Aty kam kaluar vitet më të gjata të jetës, duke qepur rroba për të tjerët, ndërsa për veten time kisha lënë shumë gjëra pezull. Jeta ime kishte një ritëm të njëjtë. Zgjohem, hap dyqanin, punoj, mbyll, kthehem në shtëpi. Ditë pas dite, vit pas viti. Në fillim nuk më dukej problem, madje më jepte siguri. Por me kalimin e kohës fillova të kuptoj që po jetoja pa ndjenja të forta, pa emocion, pa dikë që të më priste. Dashuria kishte mbetur diku pas, si një gjë që nuk më përkiste më. Deri në atë pasdite të zakonshme, kur ai hyri në dyqan. Një burr rreth të 50-tave me një kostum në dorë dhe një qetësi që të tërhiqte pa zhurmë. Kam nevojë për pak rregullime, tha ai. E mora kostumin, i mora masat dhe që në atë moment ndjeva që diçka do të ishte ndryshe. Jo sepse ai bëri diçka të veçantë, por sepse prania e tij nuk ishte si e të tjerëve. Ishte më e qetë, më e vëmendshme, më e sinqert. Pas 2 ditësh i thash, patjetër, më tha, do vi vetë. Dhe u largua. Nuk e mendova shumë atë ditë, por ditën që erdhi për ta marrë, e gjeta veten duke e pritur. Dhe kjo nuk më ndodh shpesh. Kur filluam të flisnim, kuptova që nuk ishte një bisedë e zakonshme. Ai nuk fliste për të kaluar kohën, fliste për të komunikuar, për të kuptuar, për të ndarë. Dhe pa e kuptuar, ai filloi të bëhej pjesë e përditshmërisë time. Filloi të vinte shpesh, me arsye, pastaj pa arsye. Fillimisht e mbaja në distancë, jo nga frika, por nga zakoni. Kisha vite që nuk lejoja askënd të afrohej shumë. Por ai nuk e impononte veten, nuk nxitonte. Thjesht ishte aty. Dhe kjo më bëri të ul gardin tim pak nga pak. Bisedat tona u bën më personale. Më tregoi për jetën e tij, një martesë që kishte humbur kuptimin me kalimin e viteve, një ndarje që kishte lënë boshllëk, një jetë që kishte vazhduar por pa shumë ndjenja. Dhe ndërsa e dëgjoja, e kuptova që nuk isha e vetmja që kisha jetuar në këtë mënyrë. Dhe ai kishte kaluar në për të njëjtën heshtje. Filluam të dalim bashk. Në fillim një kafe, pastaj një shëtitje shkurtër, pastaj darka të vogla, të thjeshta, por ato momente kishin një qetësi që nuk e kisha ndjerë prej kohësh. Nuk kishte nevojë për shumë fjalë, as për gjeste të mëdha. Vetëm prania e tij mjaftonte. Një ditë më tha, a e ke kuptuar që po më pret çdo ditë? U skuq pak. Ndoshta, i thash. Ai buzëqeshi. Edhe unë tek ty e kam mendjen, më tha. Ajo fjali më preku më shumë se sa e prisja. Ishte një fjali e thjesht, por shumë e vërtet. Me kalimin e kohës, lidhja jon filloi të marrë formë. Jo si një pasion i fortë që shpërthen me njëherë, por si një ndjenjë që rritet ngadalë, që forcohet me kohën, bëhet pjesë e përditshmërisë. Por jo gjithçka është e lehtë. Kishte momente kur ndaleshim dhe mendonim, çfarë po bëjmë? Nuk dija çfarë t'i thosha, sepse nuk ishte diçka që e kisha planifikuar, por as diçka që doja ta ndaloja. Po jetojmë, i thash. Dhe ai qeshi, po, ke të drejtë. Filluan edhe sfidat. Njerëzit përreth filluan të pyesnin, të komentonin, të gjykonin. Jo të gjithë na kuptonin. Disa mendonin që ishte thjesht një fazë, disa që nuk ishte të ardhme, por për herë të parë nuk më interesonte.
Ajo që unë ndjeja ishte më e fortë se fjalët e tyre. Një mbrëmje ndërsa po mbyllja dyqanin, ai erdhi. Nuk kishte asnjë robë këtë herë, vetëm një qetësi ndryshe në fytyrë. Mund të flasim? Më tha. Ula përballë tij, mendoj që kemi arritur në një pikë ku duhet jemi të sinqertë. Ndërkohë, unë e dëgjoja me vëmendje. Unë nuk duaj që kjo të mbetet kështu, pa emër, vazhdoi ai. Zemra më rihte më shpejt. Dua të ndërtoj diçka me ty. Heshta për disa sekonda. Ajo fjali kishte shumë peshë tek unë. Nuk ishte thjesht një ndjenjë momenti. Ishte një vendim. Edhe unë, ja ktheva. Në atë moment, ndjeva që diçka u vendos mes nesh. Diçka e fortë dhe reale. Muajt që pasuan nuk ishin të përsosur. Kishte debate, pasiguri, momente kur të dy ktheheshim te e shkuara jon dhe pyesnim veten nëse po bënim zgjedhjen e duhur. Por çdo herë që largoheshim pak, ktheheshim prap tek njëri tjetri. Ajo që kishim nuk ishte e lehtë për t'u lënë. Një ditë më tha: "A e di që nuk jemi më të rinj për ta filluar nga e para, por ndoshta jemi në kohën e duhur." Kjo fjali më mbeti në mendje. Ishte shumë e vërtetë. Ne nuk ishim më të rinj, por ishim të vetëdijshëm, më të qartë për atë që ne donim, më të kujdesshëm për atë që kishim. Kur vendosëm të martoheshim, nuk ishte një vendim i nxituar. Ishte diçka që erdhi natyrshëm, si një hap që duhej bërë. Dasma ishte e thjeshtë, pa shumë njerëz, pa shumë zhurmë, por me shumë ndjenjë. Sot e kësaj dite kur e shoh jetën time, më duket e pabesueshme se si ndryshoi gjithçka. Duke e kujtuar nga një dyqan i vogël, nga një jetë që unë e konsideroja të mbyllur, nga një divorc që unë kisha pasur, nga një shpresë e thyer, nga një kostum i zakonshëm, nga një takim pune i rastësishëm. Lindi diçka që më bëri të besoj sërish në magji. Më bëri të çelem, të hapem në magjinë e dashurisë. Dhe më kujtoi gjën më të rëndësishme. Nuk është kurrë vonë për të filluar nga e para. Ky është dhe mësimi im i jetës deri më sot. Duhet të filloni nga e para çdo ditë. Nuk ka rëndësi mosha. Nuk ka rëndësi as rrethana. Kur mendon që jeta jote është e vendosur tashmë, ajo mund të surprizojë në mënyrën më të bukur, sepse disa gjëra janë të shkruara në fatin ton dhe nuk mund t'i shmangemi ne me vendimet që marrim. Thjesht duhet t'i pranojmë, t'i mirëpresim, t'i hapim derën dhe t'i jemi shumë të lumtur me fatin që na bie.